Jemi kthyer sërish, do flasim për botrorin që ka hyrë në fazën finale me 2 gjysmë finalet, njëra sot, ajo mes Francës dhe Spanjës, e nesër Argentinë-Angli, dhe kam Aldin Raklin. Rakli, kënaqësi të kem në bisedë. Shpresoj të jesh bërë më mirë. Pak më mirë, përshëndes. Kjo garanci, Rakli. Nëse do të thuash në fillim të botrorit do të ishin 4 ekipet gjysmë finaliste, çfarë do thoje? Të them drejtën me shumë ose me pak modesti. Unë këto 4 skuadra, sidomos mbasi mësova formulën, i kisha llogarit që do të ishin. Isha pak i dyshimt, domethënë mes Portugalisë, po për sa kohë normal ishte informacion, për mua ishte e qartë që Portugalia deri aty mund të shkonte, nuk shkonte më gjatë. Pjesa tjetër pastaj nuk është se ka ndonjë gjë që nuk shkon ose në gjë padrejtësisht. Dua të them vetëm një gjë që kam përshtypjen që Argentina, sidomos në 2 ndeshjet e fundit, pra kundra Egjiptit dhe kundra Breku Kepi të Gjelbërt. Zvicrës. Kundra Zvicrës. Po edhe kundra Kepi Gjelbërt. Jo, Kepi Gjelbërt ishte tjetër gjë, nuk ishte lidhje. Por këto 2 ndeshjet e fundit kam përshtypjen që u favorizu nga arbitrat. Anglia nuk u favorizu Anglia, Rakli për ty? Me Norvegjin? Edhe në një episod. Që solli golin. Argentina u favorizu në shumë episode, sipas mendimit tim gjithmonë. Gjë që ndikoi direkt në rezultat. Nuk e di, kjo e Anglisë mund të futet direkt në ndikim rezultati apo jo, por ai goli janë në fakt shumë i çuditshëm, sepse shkoi loja 2-1 dhe duket ndryshe situata. Por Argentina ishte shumë e dukshme e favorizimi që bërë nga arbitrat. Shumë e dukshme. Ndërkohë, në pjesën tjetër, pra për sfidën tjetër nuk e çfarë thua. Francë, Spanjë, për 2 ekipe nuk e çfarë thua, për të dyja, apo jo? Besoj janë nuk kemi merit aty. Më të mira. Janë 2 ekipe, për mendimin tim, 2 ekipe më të mira dhe që kanë qenë shumë stabile në të gjithë kompeticionin. Pra, 2 ekipe që s'kan treguar fare dobësi. Është gjynaf në fakt që përplasin tani në gjysmë finale, se këto do të përplasin në finale, për mendimin tim. Këto 2 skuadra do të ishin finale. Në rastin më të keq njëra ato do të ishin nën kampione e botës. Po që përballen tani, Shorti është i idhur, Shorti ka favorizuar prapë Argentinën në këtë rast, edhe para 4 vitesh kështu ishte, edhe kam përshtypjen që ajo FIFA bashkë me atë presidentin e saj kanë në dobësi për të Argentinë e përmesin, besoj unë. Okej. Nuk e ndalim pak në ndeshja sot tani, Rakli. Si ti më drejtë që mund të ishte finale, por ndalim bëjmë një analizë të Francës edhe Spanjës, kush ka shanse, ti mund thuash 50-50, por nëse bëjmë një analizë ftohtë, kush mund të ketë, le të themi 51-49 nga anon peshorja, kush mund të jetë ekipi që mund të kalojë në finale? Duke analizuar të gjithë lojtarët, që nga porte dhe insulm, edhe nga stoli, nga trajneri, të gjitha. Fut edhe mënyrën e lojës, pra duke i përplas të dyja, mënyrën e lojës Spanjës, me atë futbollin me pasat shpejta, me pasat shumta, me lojë racionale, me lojë të avash nga mbrojtja drejtim të sulmit, dhe kundërta me Francën. Franca lun një futboll vertikal me pasa shumë shpejt, me ato 4 lojtarë që i ka raketa të 4, përfshi dhe faktin që Kubarsi për mendimin tim është lojtar i mirë deri diku, por është i avashт, është lojtar teknikisht mirë, por është i avasht, pra nuk e di do i përballoj dot Spanja ato 4 lojtar, okay, deri diku ai ku ka, si quhet ai, ka Karela, krahas me Yamalin. Kukurela krahas me Yamalin edhe mund t'ia dalë, është lojtar gritës, është lojtar i pisët, është lojtar që ta nxjë lojën. Po pjesa tjetër pastaj, qendra e mbrojtjes, pra me Olisen aty është Dembelea, është Barcola, domethënë janë shumë lojtarë që të shpejt, janë shumë të shpejt. Edhe nuk e di, nuk kam shumë siguri që mbrojtja spanjolle do ja dali ti markoj edhe ti neutralizoj këto 4 lojtarë. Por ne them që anoj pak nga shpejtësia e aksioneve dhe e veprimeve individuale të lojtarëve të Francës dhe 51% që për model nga Franca. Okej, ndalim pak nesër, Argentinë, Angli. Pa ndikim favorizimesh.
Jo. Po nuk ka më favorizimin gjysmëfinale. Gjysmëfinale, dëgjoj. Të gjithë ideja ishte këtu. Argentina duhet vitën deri gjysmëfinale patjetër, se është pjesa komerciale e futbollit, Messi e njëra tjetra, i kuptojnë të gjitha këto, por që dëmtosh një skuadër aq rënd, siç kishte dëmtu Egjipti, ai goli që për shkakun që anullu Egjiptit, pra që filloi me një çerek faulli në vijën fundore të ekipit kundërshtar dhe mbaron me një aksion perfekt mas 1 minuti e ca dhe ti e jep faul, domethënë s'ka sens fare. Ajo është anti-futboll komplet, nuk ka lidhje me futbollin modern sot. Këtu e kam fjalën, pra ishte një vendim gjyqtar shumë i thellë, domethënë pa logjik të madhe, se mund të ishte 50-50, po ajo ishte. Dhe kur bëhet fjala pastaj për gjysmëfinale, nuk ka gjysmëfinale më ekipe favorite dhe ekipe që që ka qef ai presidenti i FIFA-s t'i ketë finale. Aty është gjysmëfinale, aty është kush është zoti. Dhe në rastin konkret, për mendim tim Anglia ka skuadër shumë më të fortë se Argentina. Ka skuadër shumë më të fortë. Anglia është shumë fort, megjithse e fortë fizikisht apo taktikisht do thuash? Apo të dyja? Përballë Norvegjisë, pam dy skuadra që ishin në një nivel. Nuk pam në ndushim madh, pam vetëm një skuadër që e fitoi ndeshjen me traditën dhe eksperiencën, pra traditën dhe eksperiencën. Dhe nga ana tjetër ndoshta mund të ishte edhe me të drejtë Norvegjia në gjysmëfinale. Pra se ka bërë futboll më të bukur. Nuk do vizë asgjë, nuk do ishte asgjë, askush nuk do ishte kundra. Absolutisht. Ekip i bukur, ekip i korrekt, ekip i shpejt, me futboll modern, me futboll domethënë rezultativ e gjitha. Kështu që megjithatë Anglia e fitoi ndeshjen dhe është bërë skuadër e fortë. Trajneri duket dora e trajnerit të ri, pra nuk është më Anglia që ka qenë atëherë që vite kështu rakapjek ti themi ne deri në gjysmëfinale apo finale. Kjo Angli është shumë e fortë, edhe nuk ka ardhur kot deri aty. E shoh shumë favorite përpara Argentinës. Shumë se 5-1. Pra jo 5-1 të thënë, unë e shoh 60 me 40 ndeshje. 60 për Anglinë dhe 40 për Argentinës. Nuk e shoh fakt fort Argentinën, Argentina është favorizuar shumë nga arbitrat, nuk e shoh shumë fort. Patjetër që ka kualitete. Patjetër që i shënon 3 gola Egjiptit për 10 minuta, sepse Egjipti nuk ka eksperiencë fare. Po t'ishte Maroku dhe apo do 3 gola. Këtyre ekipeve europiane jo, nuk bëhet llaf. Se nuk është Messi më ai para 7-8 viteve. Edhe Messi ka rap fizikisht. Patjetër që pjesa tjetër, goditjen, teknikën, ato në ato 2-3 metra, pra i ka, ato se i ka të lindur, nuk ka lidhje me atë, por nuk është më ai Messi fizikisht i fuqishëm s'ka qenë që e merrte skuadrën përpara. Në këtë aspekt them që Anglia është koha e Anglisë, domethënë dalin finale, pastaj finale është tjetër gjë. Okej, me që edhe finale është tjetër gjë, le ta lexojmë dhe këtë finale para shikimit tonë Franca-Angli. Po, Franca-Angli pastaj është finala nuk ka rregulla, unë Francën e kam dhënë kampion. Unë Francën e kam dhënë kampion që fillim, se bashkë kemi fol. Patjetër. Unë Francën e kam dhënë kampion, por nuk do mërzitesh edhe po ta fitonte Anglia, Rakli, apo jo? Jo, nuk do mërzit. Do them realisht, pra se është nga ato ekipe që ka 60 vjet që e kërkon, kështu që besoj gjithë tifozët nuk do nëse nuk do ishte ekipi i tyre kundra, kështu që të tjerët besoj nuk do thonin pse e mori Anglia, apo jo? Patjetër nuk do mërzitesh edhe do e meritonte plotësisht, pa diskutim fare, nëse do e merrte. Por ka të vështirë nëse do dalim me Francën, që gjastat janë për mendimin tim, ka shumë vështirë pra me këtë formë dhe me këtë kualitet dhe me këtë urim të gjitha. Kemi thonë që fillim, jo ta kam thonë ty, që kanë uri, shoh Mbappé që ka shumë uri, shoh Barcola, shoh Olisen, shoh lojtarët e mbrojtjes, do të pra është si skuadër që kanë shumë uri, duan patjetër ta fitojnë këtë trofe. Rakli, tani ku jemi në fund fare, mund të evidentojmë lojtar surprizë që nesër pas nesër në merkato do të jenë në qendër të merkato lojtar të rinj, nuk po flas për ata të afirmuar. Për ty ka ndonjë që të roqi vëmendjen? Është shumë vështirë. Në një, domethënë përveç atij për shkakun që u shit te Bayerni, që doli i ri si emër, që kishte potencial, pra i shënoi Brazilit, i shënoi kundër 2-3 skuadrave, e bleu Bayerni direkt. Në fakt këto ekipet e mëdha, për mendimin tim, nga herë dhe nxitohen me këto menaxherët që kanë aty, nxitohen rrehen me 1 neshë, 2 neshë, edhe i blen lojtarët direkt. Kampionati botror nuk do të thotë që shënohen kampionatin botror dhe lojtarët më mirë në botë. Ato gënjejnë për mendimin tim, ato që i marrin shpresat e kampionatit botror.
ai ndoshta është ka kohë që është studiu nga Bayerni, por direkt në kampionat botror, domethënë, të lidhësh kontratë, atë nuk e di. Unë për vete nuk do i kisha zgjidhur gjonat kështu. Megjithatë, në lojtar i ri që unë kam evidentuar nuk është se kam në emër, përgjithsisht janë lojtarët e vjetër që kanë, pra lojtarët edhe që kanë shënu, po edhe lojtarët mesfushor, mbrojtësa apo dhe portiera që ai i Paraguajt për shembull nuk e njihshin fare, ai bëri çuditëra, priti sa gjëra. Nuk është se kishte ndonjë gjë të jashtëzakonshme këtë vit. Doli një talent i ri për shembull që bëri bum. Nuk e pash një emër të tillë. Okej. Ragli, ndërkohë duke u ndalur pak në fund fare tek skuadra, surprizë për të kush është Norvegjia, do thojë Norvegjia apo jo? E mendoj që Norvegjia do ecë ka gjatë apo do ishte Kepi Gjelbër, pra këdo kurorëzoi skuadrën surprizë botrore? Po tani nëse do Kepi Gjelbër është 450.000 banor. Norvegjia është pak më shumë. Por për futbollin që luajtën, Kepi Gjelbër bëri futboll të mirë, por bëri më shumë futboll mbrojtës, luajti 2-3 herë me punda sulme derisa shënoi në gol, u mbrojt mbrapa pastaj në 11 lojtar. Kjo ishte forca e asaj skuadre që duhet respektuar dhe duhet uru për atë që arriti, por Norvegjia luajti futboll. Pra u përball me skuadrat më të forta dhe luajti futboll pa frikë. Tregoi futboll klasi, futboll lojë kombinacioni. Maroko po nuk quhet më surprizë Maroko, nuk hyn më te surpriza Maroko. Po e pam forcën e Marokut, më përse çfarë force ka Maroku, e pam ndeshjen në çertë finale. Pra, që nuk goditi e portën. Ama marrim që nuk goditi e portën, vetëm u mbrojt aty 11 vite deri te gjysma fushë e kundërshtarit, edhe u shkotu kthehet e mbrapa. Pra, forca e skuadrës nuk duket se si lu mbrojtje, më sot kanë mësuar gjithë me lut mbrojtje. Puna ose sa rrezikot ja të skuadrën. Anton. Domethënë Maroku nuk mund të futet në skuadrat më të forta botës, më do ishte gabim ta quajë kështu. Okej. Pra ti qëndron në Norvegjisë. Ragë ti qëndron në Norvegjisë. Norvegjia për mundimin tim. Po, Norvegjia ishte surpriza e kampionatit. Dhe e tham shumë bukur, me pak fat me Anglinë e kishin poshtë Anglinë ato. Po. Domethënë me atë gol që anullu aty ose kur ishte loja 1-0, pati ai lojtari i Atletikos Madridit një rast që t'ia ite Haalandit, ai u tregu, domethënë nuk e mora vesh në botë se çfarë desh me bë aty, Anton. Tipik amator u tregu aty. Çdo lojtar tjetër profesionist ja jep shokut atje dhe shkon loja 2-0. Se Haalandi kishte qatë gol. Edhe marrot e filmin. Ikte, u mbyll të ndeshja, ti je sigurt. Pra, me shumë pak fat Norvegjia ditë gjysmëfinale, edhe Argentinën e shkrishin, ato jam i sigurt. Edhe kishte finale, pra. Pra ti mendon që ato shkrishin finale. Pra ti do Norvegjia nëse kishte kaluar do mund ta mposhte Argentinën, ëh? Nëse kishte kaluar Anglinë do ishte finale. Pa diskutim, ëh? Pa diskutim. Po. Unë kështu e shoh. Ragli. Edhe Anglia e poshtë Argentinën. Ragli, është skuadra më e fortë. E kuptoj, për vend 3, vend 4 Argentinë-Spanjë, duke ecur me logjikën e parashikimit të ndësjeshme të përballje? Çarohet pyetja pak më parë. Spanja pa diskutim Spanja. Është më lart Spanja. Ore Spanja mund të mposhtë edhe Francën, mëse Spanja lu futboll, domethënë lu futboll shumë të bezdisshëm. Domethënë luajnë me pasa shkujta dhe e majnë shumë gjatë topin sa ta mërzdisin lojën, derisa ti bësh gabime në vendosje. Pra, nuk po themi që është 100% sigurt që Franca fiton ndeshjen, por që unë e shoh Francën pak më parë, pra jap sa përqindje më shumë, duke pas parasysh kualitetet dhe rrezikshmërinë që ka përpara dhe shpejtësinë e lojës që ka, shpejtësinë e sulmuesve që ka. Për këtë arsye jap, edhe mbrojtësit e Spanjës nuk janë më të shpejtit. Ragli, shumë faleminderit. Kënaqësi shumë të kisha të bisedë, të përshëndes, edhe do shihemi sërish bashkë të hënën, që tani po të premtoj për të hënën, post botror, me mënyrë që tani sta jam fjalën se jam rrugëve, jam në udhtim. Okej. Jam udhtim, Okej. Megjithatë do flasim. Okej. Të përshëndes, kalosh sa më bukur dhe gjithë mirat. Faleminderit shumë Mishaltin Ragli në këtë bisedë gjithmonë shumë interesante, bisedë me legjendën kombëtares Raglin. Okej, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajmet e fundit nga vendi i Iranit dhe bota. Shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencë 105.7 MHz. Mos u largoni, pas pak vjen kolega Nenci Islamukaj për zhvillimet kryesore. Bashkë do shihemi sërish nesër në orën 12. Deri atëherë, kalofshi bukur.